Një ngjarje tepër e rëndë dhe alarmuese ka tronditur shtëpinë e Big Brother, duke e kthyer atmosferën nga lojë dhe strategji në frikë dhe ankth të vërtetë. Gjatë një momenti të zakonshëm lëvizjeje brenda shtëpisë, Alba papritur u rrëzua dhe u përplas fort për tokë, një pamje që shokoi të gjithë banorët që ndodheshin pranë saj. Rënia ishte e fortë dhe e papritur, duke treguar qartë se trupi i saj nuk po e përballon më presionin e qëndrimit brenda shtëpisë. Menjëherë pas rrëzimit, u vure se Alba kishte vështirësi serioze për t'u ngritur. Këmbët po I merreshin sa herë që përpiqej të lëvizte nëpër shtëpi, duke e bërë të pasigurt çdo hap të saj. Banorët u mblodhen rreth saj, disa të frikësuar, disa të tronditur, ndërsa të tjerë kërkuan menjëherë ndërhyrje nga produksioni. Në ato momente, askush nuk mendonte më për lojën, nominimet apo debatet, e vetmja gjë që kishte rëndësi ishte shëndeti I Albës. Në shtëpi u krijua një tension I rëndë dhe I pazakontë. Heshtja mbizotëroi, ndërsa fytyrat e banorëve tregonin shqetësim të thellë. U përfol se Alba po përjetonte luhatje të forta tensioni, të shkaktuara nga stresi I vazhdueshëm, presioni psikologjik dhe ngarkesa emocionale që Big Brother sjell me vete. Këto luhatje dukeshin se po reflektoheshin drejt për drejt në gjendjen e saj fizike. Duke e bërë situatën edhe më të rrezikshme, shumë banorë u shprehen hapur se Alba nuk duhet të vazhdojë më qëndrimin në shtëpi. Sipas tyre, shëndeti I saj është në rrezik dhe asnjë lojë, asnjë çmim dhe asnjë minutë ekran nuk vlen më shumë se mirëqenia e një njeriu. Ideja që Alba duhet të dalë nga shtëpia e Big Brother u kthye në temë kryesore diskutimi, jo si strategji loje, por si nevojë humane. Ky episod e ndryshoi rrënjësisht klimën brenda shtëpisë. Debatet u shuan, konfliktet u lanë mënjan dhe të gjithë u përballën me realitetin e ashpër se Big Brother është një provë ekstreme, jo vetëm mendore, por edhe fizike. Trupi I Albës po dërgonte sinjale të qarta alarmi. Sinjale që nuk mund dhe. Një moment shumë I rëndë dhe shqetësues tronditi shtëpinë e Big Brother Albania, duke lënë banorët dhe publikun në ankth të plotë. Teksa Albania po kalonte nga njëra dhomë në tjetrën, pa asnjë paralajmërim, ajo u ndje keq dhe brenda pak sekondash I ra të fikët. Trupi I saj u përplas në dy sheme, ndërsa banorët përreth mbetën të shokuar, të paftë të reagojnë menjëherë nga frika dhe paniku I momentit. Gjendja e saj u duk menjëherë shumë e rëndë. Disa banorë vrapuan drejt saj, duke thirrur emrin e Albanisë dhe duke kërkuar ndihmë nga produksioni. Atmosfera në shtëpi ndryshoi rrënjësisht, zhurma, debatet dhe loja u shuan në një çast, duke u zëvendësuar nga heshtja dhe frika. Askush nuk dinte saktësisht çfarë po ndodhte, ndërsa fytyrat e banorëve reflektonin ankth të thellë. Ajo që e bëri situatën edhe më alarmante ishte fakti se kjo nuk ishte hera e parë. Sonte u bë nata e dytë radhazi që Albanisi I bie të fikët, duke ngritur shqetësime serioze për gjendjen e saj shëndetësore. Kjo përsëritje e ngjarjes e thelloi frikën mes banorëve, të cilët filluan të flasin me zë të ulët, duke u përpjekur të kuptojnë se sa e rëndë mund të jetë situata. Produksioni ndërhyri menjëherë, ndërsa Albania u shtri dhe I u dha ndihma e parë. U përfol se gjendja e saj ishte shumë e keqe dhe se pritej të dërgohej në spital për ekzaminime të detajuara. Ende nuk dijej saktësisht çfarë e kishte shkaktuar këtë përkeqësim, por lodhja, stresi I madh psikologjik, presioni I lojës dhe mungesa e gjumit u përmendën si faktor të mundshëm. Banorët u treguan të prekur emocionalisht. Disa prej tyre u pan me lodh në sy, të tjerë u ulën pranë saj në heshtje, ndërsa disa u larguan, të tronditur nga pamja. Ky moment I rëndë I kujtoi të gjithëve se Big Brother nuk është vetëm një lojë strategjie dhe spektakli, por edhe një provë e fortë fizike dhe psikologjike, ku shëndeti I njeriut vihet shpesh në kufi ekstrem. Publiku jashtë shtëpisë reagoi menjëherë me shqetësim të madh, duke kërkuar transparencë dhe si. Alba vazhdon të jetë e sëmur, e lodhur fizikisht dhe emocionalisht, por ajo që po them më shumë se çdo gjë tjetër nuk është vetëm gjendja e saj shëndetësore. Është fakti se brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ajo duket se ka mbetur krejtësisht e vetme. Asnjë nga banorët nuk e priti, asnjë nuk u shfaq për ta mbështetur hapur, dhe kjo heshtje kolektive ka ngritur pyetje të mëdha te publiku. Pse janë vënë të gjithë kundër Albës? Çfarë ka bërë ajo që meriton këtë izolim? A është Alba vërtet banorja më e keqe e këtij edicioni, apo përkundrazi, është një nga më të fortat dhe më autentiket, ndaj edhe ka përfunduar në shënjestër? Nëse Alba do të ishte vërtet më e keqja, siç disa mund të përpiqen ta paraqesin, atëherë pse nuk nxirret? Pse vazhdon të qëndrojë brenda? E vërteta është se Alba ka treguar qëndresë, sinqeritet dhe forcë karakteri, cilësi që shpesh brenda një loje si Big Brother nuk falen.
Kur je i drejt për drejt, kur nuk përshtatesh me hipokrizin dhe kur nuk luan sipas skenarëve të tjerëve, është më e lehtë të përjashtohesh se sa të përqafohesh. Fakti që Alba është e sëmurë dhe megjithatë nuk po merr mbështetje nga banorët e tjerë flet shumë për klimën brenda shtëpisë. Njerëzia nuk matet me strategji, as me aleanca, por me mënyrën se si sillesh me dikë kur është i dobët. Kur është i rrëzuar, kur ka nevojë për një fjalë të mirë apo për një gest minimal human. Dhe pikërisht këtu, shumë prej banorëve po dështojnë Big Brother është lojë, por mbi të gjitha është një pasqyrë e karakterit njerëzor. Alba, pavarësisht gabimeve që mund të ketë bërë, sepse askush nuk është perfekt, ka treguar se është njeri, se ndjen, se vuan dhe se përballet. Kjo nuk duhet të ndëshkohet, por të vlerësohet. Njerëzit duhet të vlerësohen për atë që janë, jo për sa të përshtatshëm janë për lojën e të tjerëve. Alba nuk ka nevojë të sulmohet nga të gjithë, por të lihet të shërohet, të qetësohet dhe të bëjë mirë. Sepse në fund të fundit, shëndeti, dinjiteti dhe njerëzia janë më. Ndodh ajo që askush nuk e priste kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Një moment që nisi krejtësisht i qetë përfundon në një situatë të rëndë dhe tronditëse për të gjithë banorët dhe publikun. Teksa Alba ishte e përkullur duke mbledhur disa letra që i kishin rënë në tokë, ndodh një përplasje e papritur pas saj, sipas pamjeve dhe një fotografie që më pas doli në qarkullim, dyshohet se Eliona e ka shtyr Albën, duke bërë që ajo të humbas ekuilibrin dhe të përplaset fort me pjesën e pasme të kokës në pllakat e dyshemes. Goditja duket e rënë dhe reagimi i Albës thuajse mungon, çka ka rritur edhe më shumë shqetësimin për gjendjen e saj shëndetësore. Ajo që ka habitur dhe revoltuar publikun është fakti se, për disa çaste, banorët e tjerë ndodhen pranë Albës, por reagimi i tyre duket i ngadaltë dhe i paqartë. Ndërkohë Alba qëndron e shtrirë në tokë, pa reaguar, duke e bërë situatën edhe më alarmante. Vetëm pas pak çastesh kuptohet serioziteti i ngjarjes dhe ndërhyet për t'i dhënë ndihmën e nevojshme. Dalja e fotos që tregon momentin se si dyshohet të ketë ndodhur ngjarja ka ndezur rrjetet sociale. Publiku ka shpërthyer në reagime të forta, duke kërkuar sqarime të menjëhershme nga produksioni dhe transparencë të plotë për atë që ka ndodhur realisht. Komentet janë të shumta dhe të ndara mes atyre që kërkojnë përgjegjësi maksimale dhe atyre që presin versionin zyrtar të ngjarjes. Pas incidentit, Alba u dërgua në spital dhe u rikthye më vonë në shtëpi, por në gjendje jo të mirë shëndetësore. Mjekët i kanë rekomanduar pushim absolut dhe mos lëvizje për të paktën 2 ditë, pasi goditja në kokë është serioze dhe kërkon bashkim të vazhdueshëm. Kjo ngjarje ka lënë një hije të rëndë mbi dinamikën e shtëpisë dhe ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi sigurinë, përgjegjësinë dhe mënyrën se si trajtohen situata të tilla brenda formatit. Tashmë pritet reagimi zyrtar i Big Brother Kosova, pamjet e plota dhe sqarimi përfundimtar i asaj që realisht ka ndodhur në ato sekonda vendimtare. Labinoti u hodh në pishin për 200 euro, me gjithë rrobat veshur. Një moment që në pamje të parë mund të duket si argëtim, si një sfidë e lehtë apo një situatë për të qeshur, por që në thelb tregon shumë më tepër se sa kaq. Nuk ishte thjesht një kërcim në ujë, ishte një reagim i menjëhershëm ndaj një nxitjeje të bërë publikisht, në një ambient ku gjithçka shihet, dëgjohet dhe gjykohet. Para se të hidhej, Labinoti hoqi mikrofonin. Ky veprim i vogël, por domethënës, tregoi se ai e kuptonte se po hynte në një situatë jashtë normales, në një moment që nuk ishte më pjesë e lojës së zakonshme. Ishte sikur për një çast të donte të shkputej nga zëri, nga roli, nga presioni i kamerave dhe i opinionit. Dhe megjithatë u hodh përsëri, pa u menduar gjatë, të hidhesh në pishin me gjithë rrobat, jo për nevojë, por për një shumë parash, ngre pyetje që shkojnë përtej vetë veprimin. Sa ndikim ka presioni i momentit? Sa e vështirë është të thuash jo kur një sfidë hidhet para të tjerëve? Dhe sa lehtë mund të shtyhet dikush drejt një veprimi impulsiv vetëm për të mos u dukur i dobët apo për të mos prishur lojën? Këto situata shpesh justifikohen si shaka, si gallat, si pjesë e spektaklit. Por realiteti është se kur një person vihet në pozitë të tillë, zgjedhja nuk është gjithmonë plotësisht e lirë. Ka një presion të padukshëm, një pritshmëri që të reagosh menjëherë, të tregosh guxim apo të pranosh sfidën pa e vënë në dyshim. Labinoti nuk bëri zhurmë, nuk diskutoi, nuk negocioi. Ai thjesht veproi. Dhe pikërisht kjo heshtje para veprimit është ajo që flet më shumë. Tregon një impuls, një dorëzim ndaj momentit, ose ndoshta një përpjekje për të përmbushur atë që pritej prej tij në atë situatë. Ky episod është një pasqyrë e qartë e mënyrës se si, në ambiente të tilla, kufit mes argëtimit dhe presionit social bëhen të paqartë.
Parat kthehen në nxitje, sfida në provë karakteri dhe veprimi në spektakël. Por pas spektaklit mbetet pyetja, a ishte vërtet zgjedhje? Apo ishte thjesht? Ishte një moment që ndodhi shpejt, por që flet shumë. Ludo i thot Labinotit, me një ton që në dukje duket si shaka, ke 1.000 franga nga unë, hidhu në ujë në pishin. Një fjali e thënë lehtë, pa menduar peshën që mund të ketë, pa u ndalur tek situata, tek presioni i momentit apo tek fakti se kur je para kamerave dhe njerëzve, çdo fjalë merr një tjetër dimension. Labinoti nuk mendoi gjallë. Reagimi i tij ishte i menjëhershëm. Ai hoqi mikrofonin dhe pa asnjë hezitim u hodh në ujë. Një veprim i drejt për drejt, impulsiv, që tregoi sa i fortë mund të jetë ndikimi i një fjale, i një sfide apo i një ofertë të thënë në sy të gjithëve. Por këtu nuk bëhet fjalë vetëm për hedhjen në pishin. Bëhet fjalë për presionin e momentit, për dinamikën e pushtetit, për mënyrën se si dikush mund ta vërë tjetrin në pozitë të vështirë, edhe pa e kuptuar. Kur një sfidë hidhet publikisht, sidomos në një ambient ku ka kamera, mikrofon dhe vëmendje, ajo nuk është më thjesht një shaka. Ajo kthehet në provë, në test, në një situatë ku refuzimi duket si dobësi. Fakti që Labinoti e hoqi mikrofonin para se të hidhej në ujë tregon se ai e kuptoi se po hynte në një situatë jashtë normales. Ishte një veprim instinktiv, sikur të donte të largohej për një çast nga roli, nga zëri, nga ajo që përfaqësonte në atë moment. Dhe prap, u hodh. Sepse ndonjëherë presioni është më i fortë se arsyeja. Ky episod tregon sa lehtë mund të kalohen kufit mes shakas dhe vënies në siklet, mes lojës dhe nxitjes për veprime të pamenduara. Një fjali e thënë për gallat mund të çojë në një veprim real, me pasoja reale, dhe kjo është diçka që nuk duhet marrë lehtë, nuk është çështja tek parat, as tek uji i pishinës. Është çështja tek përgjegjësia e fjalës dhe tek ndikimi që kemi mbi njëri tjetrin. Sepse jo të gjithë reagojnë njësoj, jo të gjithë kanë të njëjtën liri për të thënë jo, sidomos kur ndihen të vëzhguar, të gjykuar apo të sfiduar publikisht. Ky moment mbetet një shembull i qartë se si situatat. Pse nuk di të debatosh, por zgjedh vetëm të bësh gjeste si burra? Apo ndoshta është më e lehtë të ngresh zërin, të bësh lëvizje teatrale dhe të luash rolin e të fortit, sesa të ulesh përballë dhe të përballesh me fjalën, me argumentin dhe me mendimin? Sepse debati i vërtet nuk fitohet me gjeste, fitohet me tru. Unë nuk kam nevojë për shfaqje force. Unë bëj debate të forta me burra që u tunden themelet e shtëpisë, jo sepse bërtas, por sepse flas. Sepse di çfarë them, pse e them dhe si ta çoj argumentin deri në fund. Dhe kjo është ajo që ju shqetëson më shumë, fakti që fjala ime peshon më shumë se gjestet e tua, kur nuk ke argumente. Kalon të gjestet. Kur nuk di të ndërtosh një mendim, kalon të provokimi. Kur nuk di të përballesh me një debat real, përpiqesh ta zhvendosësh terrenin të kush duket më i fortë. Por kjo nuk është forcë. Kjo është mungesë aftësie për të debatuar. Debati kërkon mendje të hapur, kërkon logjik, kërkon guxim intelektual. Kërkon të dish të dëgjosh, të kundërshtosh me fakte dhe të qëndrosh në këmbë edhe kur argumenti yt sfidohet. Nuk kërkon muskuj, nuk kërkon poza, nuk kërkon gjeste boshe që mbarojnë sapo mbaron momenti. Unë nuk tërhiqem nga debati, përkundrazi. Unë hyj në debat edhe kur është i vështirë, edhe kur është i ashpër, edhe kur përballë kam burra që mendojnë se autoriteti fitohet me zë të lartë. Dhe pikërisht aty, në atë moment, bie maska. Sepse fjala e fortë shem më shumë se çdo gjest, nëse nuk di të debatosh, thuaje. Por mos e mbulo këtë boshllëk me veprime teatrale. Mos e ngatëro agresivitetin me forcën dhe gjestet me guximin. Guximi i vërtet është të ulesh përballë dikujt që flet mirë, që mendon thellë dhe që nuk të lë asnjë hapësirë për justifikime. Debatet e mia nuk janë për shfaqje. Janë për përballje. Dhe kur fjala është e saktë, e prerë dhe e menduar, ajo bën më shumë zhurmë se sa çdo gjest i zbrazët. Prandaj herën tjetër, nëse do të përballesh, bëje me mendje, jo me poza. Sepse aty matet vërtet kush di të qëndro.